Po bëjmë atë që tha një pap pararendës ai ndjes pas, që tha ka filluar lufta e tretë botërore e pjeshme, pra do të thonë fragmentare. Pra, tani këtu është një problem që 5.600 sa 5.500 në javë pavarësisht. Jo, 5.000 sa koka bërthamore. 5.000. Koka bërthamore mund të kalojë deri në 6.000 ajo. Po. Ndërsa Amerika e ka çik më pak, po ka të mjaftueshme me zhyt Rusin, me zhytu po nuk ka si po zhyt, ajo është luftë pafitore. Luftë pafitore dhe është luftë pafitore dhe as Putini që bën si trim nuk është i Zotit tani, sepse ka njerëz atje që mendojnë për kokën e tyre, mendojnë për familjet e tyre, mendojnë për kombin e tyre, se rrafshohet, zerrohet gjithçka. Dhe nuk do guxojnë që të shtypin Butonin sepse e ka mbas kokës. I pari që është aty dhe nuk lejon që po shtyp Butoni dhe të ketë mbas kokës çfarë doje. Pra një njeri, po se shtyp do. Po nuk e lejon. Punashin, ta ketë mbas kokës para sa shtypi. Nuk e lejon njeri të shtyp Butonin. Janë jashtë 7-8 veta aty që duhet binë dakord për me shtyp Butonin. Nuk mund ta shtypi as Putini. Po këto armët, po themi, taktike, po më si e mendon ti? Këto thjesht janë presione psikologjike, besoj te maturia e gjithëve që janë të përfshirë në këtë luftë. Beson kjo maturia e Putinit? Putini për veten e tij, për kombin e tij, duke njohur dhe historinë e kombit të tij, është i fort, e din ai mirë, por luftrat fitohen me aleanca. Dhe duke pas parasysh që aleanca Amerikë, Britani, Gjermani e tjerë është shumë më fort se sa Rusia, dhe Rusia nuk mund të përballet me gjithë. Sot Rusia ka në tavolinë dhe vetë Putini që të arrijë një marrëveshje, që në këtë marrëveshje të dalin barazim të gjitha palët, dhe Putini, do me thënë Ukrainën folën për NATO, që e vure si arsye me të drejtë që i kanë kërku që Ukraina të futet në NATO, është në tavolinën e paqes si kusht që Ukraina të mos futet në NATO. Pa kjo është një ndër pikat që Putini ka dasht me arrit, dhe kjo ofertë është bërë, nuk është bërë zyrtare, por besoj se ka dhe në një farmase miratimin e politikës së Trumpit, dhe në negociata do të arrihet. Pra, ata duhet jenë kujdesshëm të mos e çojnë situatën dhe ta përshkallëzojnë, por të shkojnë drejt rrugës së bisedimeve. Dhe një marrëveshje gjithmonë nuk është kur përdorimin e armëve bërthamore taktike nuk e beson. Nuk besoj në këtë situatë, sepse do jetë një rrugë pa krye për atë që e fillon. Ai që e fillon i pari do jetë i humun. Ti që the që është kjo pjata e ftohtë, ajo krijon shumë temperaturë të ftohta, bomba atomike kështu, se quhet. Ka me format e kjo bombës atomike për të bërë një u përmend që par Kina. Sot kjo shumë është dramatike. Është dramatike, po tash do të marr pak edhe në filozofisë. Po mirë. Kurse zgjidh Trumpi ne s'kemi. Jo, do ta zgjidhim Trumpi, tani për 5 muaj ai bëri boll tani. Trumpi do ta zgjidhim bashkë me javë dhe në të vërtetë s'arriti dot se është akoma larg. Po dua të dalë në diku tjetër. Sot për shembull Kina, meqense flasim për bërthamore, Kina sot provoi dhe deklaroi zyrtarisht që kishte arritur të krijonte një bombë të re, për sa i përket bombave bërthamore të përdorura në armatimin e vet, që është 200 herë më e fuqishme se ajo e Nagasakit. Tani kuptohet që në gjithë të histori del në një lajm kështu papritur tak Kina dhe thotë unë kam bërë bombën më të fuqishme bërthamore që nuk të pa ekzistuar deri më sot dhe unë e bëra. Kur vjen puna pastaj për ta servirur dhe është një këmban alarmi këtej, pra që do të thotë që me kujdes. Dhe jam pjesërisht dakord që nuk do ta përdorte Putini bërthamore në mënyrë të pakontrolluar, le të themi. Por nga ana tjetër, por rusët kanë deklaruar që kanë disa armë me ngarkesë bërthamore të mjaftueshme për të arritur objektivat e tyre, pa le të themi shkelur ato që janë dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Është bërthamore. Jo, se kanë të përcaktuar edhe këtë, me rrezë veprimi, me rrezë veprimi.